shkum në Blac, do me thonë ishtë ideja për me dalë prej Prishtinës, mas për afërsisht në 3 jave. Aty e kuptum që arjanitit ja kanë pushkatu 7 antarë të familjes. Kur kemi mbrim Pej, Peja ka qenë në aso gjendje që praktikisht gjithçka e vdekon, gjithçka, muj me thonë, lirisht e djegon. Në aty, gjatë kësaj periudhe të shkur edhe kuptova që veç kisha mbet 7 zonë me djalin e madh, aty ishtë një gzim, ishtë një rilindje, e aty mande erdhë koha, mu lidh me Arjanitin, bashkëshortin tim, në atë mosh, fillun këto trazirat pak ma të shprehura, ma të mdoja të luftës, edhe me datë 24 mars vitit 1999, pasi që veç filloj lufta, u dike që po zhvillohet luft, fillun edhe bombardimet, edhe vendosëm unë edhe Arjaniti që me fillu, që thojnë ad hoc, aty për aty vendosëm, Arjaniti tha, Linta është mirë me arë me jetu me mu, tha se po dihet situata edhe është mirë mu koordinu me qenë bashkë. Në qëfar moshe ishit? Kom qenë 20 vjeqare, 20 vjeqare. Ta shka qenë aty një më dyshje se gjithmonë me të thonë drejtën e Afrika mos po mjetë fakulteti pa kry, kështu sinqerisht po thamë. Ka qenë ajo pak edhe mbjellja e familjes që është mirë me pas fakultetin, me pas, letjen që aty ka njerë që thojmë, edhe mirë pranova normalisht se na dojshim me qenë bashkë, shkum në Blac, do me thonë ishtë ideja për me dalë prej Prishtinës, mas për afërsisht në 3 jave, dollën Blac, na këthy një javë ditë që qëndrum aty, na këthy në mrapsht, na me u thonë drejtën me gzimin që në mos përfundoj lufta, apo jo, nuk ishë përfundu, forcat paramilitari ishin edhe në Kufi, edhe në Prishtinë, edhe gjithandej. Mandej kështu dollën prap, shkum në një vend pak më të sigur që në kuptoj ke në Ulqen Malzi, aty e kuptum që Arjanitit ja kanë pushkatu 7 antarë të familjes, organizum të pame, eksigjona, edhe kështu, muj me vazhdu edhe matutje rreth historisë. U këthym në Kosovë, hymja është bo për mes Pejës, kur kemi mbrim Pej, Peja ka qenë në aso gjendje që praktikisht gjithçka e vdekon, gjithçka, muj me thonë, lirisht e djegon. Pas sa kohë jeni këty pastaj në Kosovë? Po kur ka ndodhur çlirimi, do me thonë, kur kanë hyrë trupat e NATO-s, nuk më kujtohet bashkë saktësisht data, në atë kohë, në atë datë. Edhe kur hynëm aty, s'ke mujt me pa kur gjë tjetër, përveç si njerëz normalisht prej humbjeve shumë të shqetësuar që tregoj ke edhe fytyra aty në e lodhun, se veç kishin fillu edhe ata mu kthyma, si shtëpit e djeguna, ashtu të duke që veç prit që kur po dalin shpirtrat prej aty në shtëpive. Shkum në fshat të Niti, po qyshjon të na, do me thonë njerëzit shumë mikpric me gjithë humbjet që i këshim pas. U kthyma aty, qëndrum me ta, e ndajtëm edhe dhimbjen bashkare, shkum vizitat e Varezat. Në aty, gjatë kësaj periudhe të shkur edhe kuptova që veç kisha mbet 7 zonë me djalin e madh, aty ishtë një gzim, ishtë një rilindje. Edhe kështu, në pas asaj u kthym Prishtinë, unë e vazhdova studimet, i përfundova, me gjithse 12 provime pak me sfida, për shkak edhe të fëmijët e adaptimin familje të re të bashkëshortit, ato kritjen elementet që buën bashkë edhe pak e vështirësojnë, jo qëllimshëm, po nuk është bashkë lehtë. Ai moment që më kujtohet i vështirësisë nështë gjatë qësaj përfundimit fakultetit, ka qenë që Lisin, djalin e kom pas, a di që mu më kujtohet, memorje, djali flejt, nuk ish rrymë, mas luftës një kohë shumë gjatë s'ka pas rrymë. Edhe një qiri që aty i ndezon, pak si nxet me një termon që i thojmë na, edhe të mësu. Edhe u përfundu, edhe fakulteti u përfundu, me 12, pra pi bjen gati se gjysma e fakultetit, pa përfundu që i kisha pikë, shtu pikë kryesore.